Tring Digital vjen me një tjetër nismë për të qenë sa më pranë fëmijëve shqiptar. Tashmë në mjediset e Crystal Center është inauguruar Tring Art Club, një shkollë ku do të mbështetin të gjithë talentet e reja dhe fëmijët mund të argëtohen në mënyrë kreative, duke mësuar truket dhe rregullat e vizatimit nga piktori i emisionit artistik Tak Fak, Kosta Zhonga. Përveç kurseve që do të zhvillohen për fëmijët, do të ketë edhe konkurse pikture, ekspozita, madje nuk kanë për të munguar as çmimet. Kemi mbledhur gjithë si shikonin për zhvilluar artin tek fëmijët. Gjithë fëmijët janë gjithë artistë për mendimin tim, edhe këtu do jenë gjitha moshat, duke filluar që nga 4 vjeç e lartë. Këtu, siç e shikoni, kemi gjithë bojrat, do t'i kemi ne këtu, edhe do të pikturojnë gjithë fëmijët në faqen e murit pa pas frikë se do bëhet pjesëmurë. Ne marrim përsipër një përgatitje nga ana kulturore për gjithë fëmijët, do t'i zhvillojmë talentin e tyre, do ta nxjerrim atë që kanë nga brenda, sepse gjithë fëmijët janë artistë. Këtu ne ofrojmë gjitha bojrat, letrat, mjetet, skulpturat që kemi për fëmijët janë më të rritur, për përgatitje që mund të jenë për lice ose për arkitekturë ose për akademi, të mësojnë gjithë drejthijen, modelet i kemi, edhe gjithë ana tjetër do jetë për fëmijët janë më të vegjël, duke punuar vetëm me bojra. E teksa fal suksesit dhe interesit të jashtëzakonshëm që fëmijët kanë treguar për emisionin artist Tak Fak, bëritëm tek kjo nismë e re e Tring Digital dhe çelja e Tring Art Club. Tring Digital nuk ndalet me kaq. Shumë shpejt do të fillojë transmetimin një kanal i ri për fëmijë, i cili do të shtojë dhe plotësoj programacionin e munguar për fëmijët e të gjitha moshave në ekranin shqiptar. Emisioni i parë i këtij sezoni i artist Tak Fak do të shfaqet premier në Tip TV, kanali më i ri dedikuar fëmijëve shqiptar në platformën Tring Digital, që do të nisë transmetimin e programacionit këto ditë. Tring Art Club inauguron një tjetër iniciativë të Tring Digital për të mbështetur, për krahur, zhvilluar dhe promovuar talentet e reja, duke rikonfirmuar kështu si të vetmen media që ditë shkoj kaq afër fëmijëve, po kaq afër ama se ata mund ta prekin, mund të trokasin, mund të hyjnë dhe të jenë të mirëpritur. Kursi pikturës është i pari me të cilin Tring Art Club hap dyert për të gjithë fëmijët. Menjëherë pas tij do të vijojnë edhe kurset e aktrimit, muzikës, fotografisë e të gjitha të tjera. Meqense jemi mes artistëve të vegjël, meqense jemi mes fansave të Xhaxhi Piktori dhe Pokut, dua t'ju them të gjithëve se emisionin e parë për këtë sezon të artist Tak Fak do ta ndiqni premier në Tip TV, kanalin më të ri për fëmijë që fillon transmetimin pikërisht në datë 10 tetor në Tring Digital. Orari mbetet i pandryshuar, ora 18 është gjithmonë ora për të krijuar. Por le të rikthehemi te Tring Art Club. Në drejtimin e Kosta Zhongës, fëmijët do të marrin leksione mbi pikturën dhe artin e të vizatuarit. Ata do të kalojnë kohë të këndshme dhe do të nxisin fantazinë, si dhe aftësitë e tyre krijuese në Tring Art Club, ku tashmë regjistrimet kanë filluar. Gjithashtu fëmijët do të kenë mundësinë të takohen me figura të njohura të artit shqiptar, si dhe të bëjnë vizita nëpër ateliet e piktorëve apo institucionet e tjera artistike, ku mund të prekin nga afër punën e muzikantëve, balerinëve, stilistëve, këngëtarëve dhe aktorëve. Tring Art Club do të organizojë çdo muaj evente të ndryshme, si kundër pritet të jenë ekspozitat me punët e vetë fëmijëve, apo edhe takimet me shkrimtar, piktor, regjisor dhe emra të njohur të skenës dhe ekranit, të cilët do të ftohen të vizitojnë Tring Art Club. Promovimi i talenteve të reja të Tring Art Club do të realizohet përmes hapësirave televizive në kanalet e Tring Digital, siç janë Tip TV dhe Tring Tring. Kështu fëmijët jo vetëm do të argëtohen dhe mësojnë diçka të re mbi botën e artit, por edhe do të promovohen përmes ekranit përpara publikut shqiptar në gjithë botën.